Njësia speciale e policisë së Kosovës ka realizuar një operacion të madh policor mëngjesin e kësaj të hëne, në kuadër të hetimeve për vrasjen e reshterit Muhamed Lika, i cili u ekzekutua më 1 prill në Kaçanik. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, ka konfirmuar se në aksionin e zhvilluar janë arrestuar 7 persona, të dyshuar për lidhje me vrasjen e reshterit. Aksioni është zhvilluar në disa lokacione në Kaçanik, si dhe në një fshat të Klinës, ku gjatë kontrollit janë sekuestruar prova të ndryshme, duke përfshirë 2 automjete, telefona celular, laptop, një armë zyrtare me 30 fishek, maska, tyta armësh, rroba, fishek, dylbi dhe dokumente që do të ndihmojnë në hetimin e mëtejshëm të ngjarjes. Sipas autoriteteve, dyshohet se motivi i vrasjes ka lidhje me punën e reshterit Muhamed Lika si zyrtar policor. 3 prej të arrestuarve janë të dyshuar për djegjen e gjykatës në Kaçanik vitin e kaluar, ndërsa një tjetër është ish pjesëtar i Forcës së Sigurisë së Kosovës. Reshteri Lika ka qenë pjesë e hetimeve dhe operacioneve për rastin e djegjes së gjykatës, dhe kjo mund të ketë pasur lidhje me vrasjen e tij. Hetimet vazhdojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe motivit të mundshëm të krimit.